Besoj që ka qenë kërkesa e madhe nga muslimanët, të cilët kanë kërku një vend ku mundet të them uni lirshëm. Dhe në të gjithë botën, edhe këtu ish rrit kërkesa për turizëm halal, dhe kjo ka qenë ajo që na ka shtyr neve, që do të thonë me përgjigj nevojat e tyre. Ajo që na ka bërë neve që me bë këtë hotel ishte kërkesa e madhe për turizëm halal, dhe kemi pasi nevojshme për të përgjigjur asaj kërkesës. Në botë, veçanërisht edhe në Ulqin, edhe në gjithë ku është rrit kërkesa e madhe për turizëm halal, dhe na ja kemi mundësu njerëzve që ata gjatë periudhës qëndrimit në hotel, që ata ndihen lirshëm. Por kjo nuk do me thonë se është vetëm për njerëz të fetar, këtu ka njerëz edhe të tjerë, e cilët vlerësojnë komoditetin, pastërtinë, shërbimin tonë, kështu që alhamdulillah edhe nga fjerë e tjera kemi musafir, dhe ajo na bën shumë krenar që një hotel me background fetar mundet me dalë në treg me diçka autentike dhe të ketë, si me thonë, këta komentet pozitive. Çfarë po mendon Adrian që e bën një njeri, edhe pse nuk është ndoshta praktikues i fesë islame, me gjetë komoditetin edhe rahatin